që një gjykatës të gjykoj 600 çështje në muaj. Po kjo te kalon çdo lloj imagjinate. Kjo është bërë krejtësisht inekzistente. Ndaj dhe unë kam një muaj kam dialog me qytetarët. Unë do ja shpjegoj. Unë do luftoj dhe për ata që janë në burg. Sa janë ata? Jo, ma ata janë gjithsejt 5.000. Por ama zotëri, 1/3 e tyre janë pa asnjë akuzë, janë të pafajshëm në çdo kushtetut. 1/3 e tyre. Të tjerë prap janë para burgim. E kanë akuzën, po si çojnë gjykatës s'ka kush t'i gjykoj. Pse janë ata, më fali minut, pse janë ata të burgosur, pse kanë kryer krime ata, duhet heshtun për drejtat e tyre? Jo, nuk hesht për drejtat e tyre. Jo. Se pastaj të drejtat bëhen për shesh, marrin fund. Jo, unë edhe kur e bën, çfarë kam thënë unë për Erion Velin, s'ka thënë njëri më shumë, po ama të drejtat duhet të respektojnë. Respekto të drejtat. Jo merr dhe shkruan status. Edi Rama është për të ndëshkuar me status që ka bërë. Se e pa që po fiton të terren edhe kështu thoni, shkrujti ai statuset. Ai thotë s'kam shkrujt kur statuset. Po kur shkrujti atëherë? Kur shkrujti statusin që sulmoi prokuroria, Sali Berisha etj. Redaktori është Edi Rama, e njohur e punë. Po, kështu që nuk është çështje, pra është çështje që e drejtë, unë do ta mbroj këtë çështje. Unë do ta mbroj këtë sepse nuk mund të pranoj unë, nuk ka ku drejtësi që ta kontrolloj prokurori gjykatësin. Mori fund, pastaj ka vetëm prokurori.